Hemisfera veriore e tokës po erësohet më shpejt se ajo jugore, zbulojnë shkencëtarët. Një studim i ri tregon se gjysma veriore e tokës po erësohet më shpejt se gjysma jugore për shkak të ajrit më të pastër, shkrirjes së akullit të Arktikut dhe ndryshimeve në formimin e reve. Studiuesit bazuar në më shumë se 2 dekada të dhënave satelitore tregojnë se këta faktor po ndikojnë ekuilibrin energjetik të planetit duke thithur më shumë energji diellore. Qendra norvegjeze për kërkime ndërkombëtare të klimës shpjegon se ndryshimi ndikohet nga rritja e rrezatimit diellor të absorbuar në hemisferën veriore. Sipas tij, ajri më i pastër heq grimcat reflektuese të ndotjes që dikur kthenin dritën e diellit në hapësirë, duke bërë erët më të errta dhe duke rritur ngrohjen. Gjithashtu, shkrirja e akullit dhe borës së detit arktik ekspozon sipërfaqe më të errta që thithin më shumë nxehtësi. Ky efekt mund të ndikojë edhe në mënyrën se si formohen erët, duke reduktuar reflektimin e dritës. Studiuesit paralajmërojnë se tendenca e rrësimit mund të ndryshojë në varësi të emetimeve të gazrave serë dhe ndotjes nga aerosolet të ardhmen. Fenomeni tregon rëndësinë e ndërlidhjes së ndotjes, ndryshimeve klimatike dhe ciklit të energjisë në sistemin ton planetar.